si me të referua, hoq, njohë si psikologjisë apo njohë si politikës. Po njeri është hibrid, do më thonë, gjitha nga pak. Po. Kështu që këto janë vetëm etiketa. Po. Në qoftë se hapët gjokësi im, nuk vren aty as hoq, as një si psikologjisë, as një si politikës, sociologjisë, shkencave tjera sociale, po në fund jemi ky që jemi. Mirë po njeriu ka nevojë që të plotësoj dijen e tij, ato thirrjet që i ka të brendshme, për t'i kuptuar gjërat. Për arsye se ne si njerëz nuk jemi një. Do të thotë ne jemi shpirt, po, që shpirti ushqehet vetëm me çështje fetare, edhe ato pyetjet ekzistenciale që vijnë prej shpirtit ton. Pse jam kriju? Pse kam marrë këtë botë? Pas vdekjes time ku do të shkoj? Këto nuk ka mundësi që t'i jap përgjigje dikush tjetër përveç se aspektit fetar. Në anën tjetër, kemi edhe dilemat, çështjet që i ka mendja. Për arsye se edhe mendja kërkon ushqim, edhe mendja ka material me cilën i përpunon informacionet. Dhe tjetra, njeriu dëshiron që atë dijen e vet, idealet cilat i ka, që në fund t'i realizoj. Realizimi më i mirë bëhet përmes politikave, për arsye se aty merren vendimet dhe aty ligjësohen gjërat edhe shkojnë përpara. Kështu që këto janë fushat cilat gjithmonë mua personalisht më kanë interesu, nuk kam pa kur, domethënë, kontradikt në mes këtyre gjërave, vetëm se e kanë plotësu këto dije, këto shkenca, atë që ka kërku personalitetim, karakterim, gjitha këto.